Përshëndetje. Sot doja të bëja këtë video për të sqaruar për diçka se unë vitin 2019 kam dorëzuar një libër në fillim fare në Ministrinë e Kulturës. Ka qenë fundi vitit 2019, tetori ka qenë. Nga domethënë i bie që nga fillimi i 2020-s e kam çuar dhe në këto institucione të tjera. Po në atë libër domethënë më shumë pata dhe futur disa element të historisë që kishin lidhje me traditën tonë, po që edhe me popujt e Azisë së vogël, me kohën e Babilonisë, me Sumerët, Akadët. Tani, unë aty hodha një shkrim për Perëndin i Shtar. Perëndia i Shtar është perëndia e luftës. Dhe sacerdotesa, domethënë vigjereshat e Perëndisë i Shtar ishin Teuati, thonë ata. Ua, është një ata e përgjithë sot me W, po U është ajo faktikisht. Edhe ajo është Teut faktikisht. Nëse ta heqim ua, do të vëmë U dhe Teut. Siç i themi ne në Shqip. Ashtu siç është edhe fjala Gent, që ata i thonë Genet, ne i them Gent. Sepse jemi tjetër strukturë gjuhësore, domethënë tjetër fonologji. Megjithatë, më thash që janë Perëndia e Shtar që Teuta tash, ato veshja e këtyre sacerdotesave të vigjeresave ishte xhubleta. Dolën me të madhe. Xhubleta ka 4000 vjet. Nuk ka 4, mbi 4000 vjet. Kështu e ka paraqitur. Nuk jam dot datë saktë, por ka mbi 4000 vjet. Sepse është epoka sumere. Epoka sumere mbyllet një herë në 2370 para sonë. Domethënë në 2370 para sonë kur mbyll epoka e Bakrit, filloi epoka e Bronzit, e fillon Akadët. Ran Akadët pas 120 vjeç, e marrin përsëri Neosumerët. Neosumerët fillon me Udejt. Në një 200 vjet edhe ajo, pastaj u shkatërrua ajo. 150 vjet diçka aty. Erdhën Omarrit dhe filloi neobabilonizmi. U mbyll Sumerët përgjithmonë. Tani, që të flasësh për argumentat të tilla, duhet të jesh asirolog. Dhe i vetmi në Shqipëri që kam kaq kapacitet për të folur për asirologjinë jam unë. Nuk e them për të mburrë. Por unë po t'jap një diçka, po të flas për një objekt, siç është xhubleta, të një epoke shumë të largët, që do një studim. Nga një studius i rregullt, jo nga muhabetçi, nga lafolog. Por unë them që kjo është xhubleta, kjo që ka veshur Perëndia e Shtar që paraqitet ajo me të them që është xhubleta, po ta them se nuk ta them kot. Dhe di se çfarë po them. Sepse kam studiuar veshjen. Unë merrem me asirologji. Kam qenë 2007. Unë them që është xhubleta. Ti mos ma avith mua tash iden, ose këtë që të thash, edhe më anashkalon mua, nuk më thret tash. Po të më shqetësoj mua, do të bëj diçka jashtëzakonshme. Do të shpjegoj në mënyrë të përsosur. Po duke qenë se ata nuk janë asirolog, atëherë çfarë bëjnë? Se nuk janë të mençur, po janë dredharak, janë dinak. Dhe dinakëria fiton deri në një farë momenti. Se dhe e përshpton në për momentin e parë.
të dinake. Dhe kapet. Edhe kapet. Edhe këta, çfarë bën e paraqiten UNESCO me vrap. Po me pretekstin që po na humbet një vlerë e madhe kulturore. Dhe e shkruajnë aty që xhuba, do të xhubleta vjen nga fjala xhuba, që është osmanisht. Se të ishin të turqisht, do ishte pak më ndryshe. Po thanë osmanisht. Që është shumë e rëndë kjo. Sepse janë ignorantër. Janë, do të thënë, janë, si thua që janë hajvanësh. Më shkoqur fare. Nëse nuk njeh historinë e qytetërimit, ti nuk mund të flasësh për diçka që nuk e ke iden, nuk e çon dot në tej. Dhe nuk mund të çosh një artefakt, domethënë një kulturën tonë, ta ulësh deri në atë nivel. Ta çosh te Osmanët. Po Bizantinët. Po Roma. Po Ilirët. Po Hititët. Ku jemi? Po ti nuk flet dot për ata. Sepse ignorant. Ti nuk jep shkencën e asirologjisë, që të flas për ata. Nuk e di. Të kanë gjesur ajo te greku, te helenizmi, te idiotësia. Ajo rroti 100 vjet, helenizmi. Nuk është një kulturë kush e di. Nuk pati influencë në gjithë botën. Pati në disa vende. Po kush bën zhurmë më shumë, ai ka të drejtë në këtë botë. Deri më sot. E bën zhurmë ata dhe u përhapa, jo ishte ajo. Si ishte në Egjipt ajo. Si ishte në Persi. Pas ka qenë ajo. Se si ishte skrapare, këte i lartë, më veriu. Po ishte aty të ta, në Athinë aty, të fshatër aty. Po bën zhurmë ata. Po bën zhurmë një të tjindra ata. Jo ata të parë, ata si pjesë e varë. Duhet të dish histori, do të njohësh tamam që të hysh thellë, që të bësh një mbrojtje të vërtetë. Nëse ti vetë e mbron në këtë mënyrë, që po na humbet dhe hajde u burra ta shpëtojmë. Edhe me këto argumenta kaq të rëndomta, jo lidhësja, jo çfarë. Se ke të fare çfarë lidhje. Ço përfaqëson. Tu duhet shpjeguar gjitha. Çfarë janë? Florina, për çfarë është Florina? Çfarë është Florina? Çfarë përfaqëson? Çfarë përfaqëson kjo veshje? Kjo veshje çfarë është? E bën nusja, thoshte, e bën gratë për të marrë. Këto sa rënd. Para punëzirë këto janë veshje princeshës. Të princesave. Sepse nuk mund ta kishte një baresë aty. Si mund ta kishte se kishte lekë. Po do ishte rang lart. Po nuk janë gjëra që shpjegohen kështu me dy llafe. Po që të vesh tash të çosh xhubletën. Se para punëzirë nuk është vetëm e malësisë. Është një gjithë Shqipërinë. Është veshje ilire, është kulturës ilire. Kultura ilire është epokës sumere. E ka fillesë atije. Aq larg është. Nuk lindi kur ishte helenizmi këto. Hajvan laqet. Thot singërrimat e historisë. Tanë singërrima. Patëm pak Romën, që e diçka. Po Roma nuk e te kaloi. Nuk e te kaloi Iran, atë Bagdadin, ato Irakun e këto. Ngeli në andetit. Kjo është.
arritëm ne, çuam deri në Gjermani lart. Në Rusi e këtë i futëm këta ne në Bizantin. Megjithatë, këtu kemi të bëjmë me këtë problem, që kjo xhubleta e kanë qenë epokën, domethënë e kanë qenë deri në mesjet. Kanë futur fjalë latina aty gjoja, pa latinisht është vërtet 1800. Se edhe UNESCO e pranoi kaq rëndomt. Këta e bën bujë të madhe se që na e pranoi UNESCO që është e jona. Pranoi UNESCO që shpëtoi. Jo që të shpëtonte, jo që është e jotja. Se del Malazezit është ti, edhe na paraqit me xhubletën. E thotë slave, sepse ti nuk dihet ta mbrojë. Ti e çuan mesjet. E duke çuar mesjet ai thotë se edhe unë jam. E ke marrë nga mua ti thotë. A është turqisht jo? Pisha dhe unë të thotë. Si bie? Ku janë ato 4000 vjetët? Se s'do guxonte Malazezi të dilte me atë. Ku janë ato 4000 vjetë? Ku ke shkruar? Se po t'ishte shkruar, nuk guxonte kur që në botë. Po e lata shu, e latë jetime. Edhe thmurë një kotë. Kështu është. Megjithatë, nuk e se bëjmë këtë e poshtë. Këtë Gjirokastrës, këtë xhubleta e Gjirokastrës, këta nuk e din që është xhubleta e Gjirokastrës. Këta nuk e din këta hajvanët. Nuk e din këta, nuk e kanë iden fare këta. Po ajo do bërë me astrologji. Si i përket. Që ta bëjun atë, ta qëndis. Që unë jesë po të dridhët misterve. Hajvanët të tjerë, se ata janë hajvan. Pranosh një diçka të tillë, që ata kanë dhe katedra astrologjie, ajo më rëndom te për mua. Se ata që di i Sorbonës, e di dhe unë. Dhe këta që di unë di dhe ai. Edhe ati e hajsa ka pare, a jetë shumë mirë. Po nuk ja qove ashtu tjetë, të qëndisur, të radhitur resta. Ashtu si që ka ato rasta jo. E ta stolisësh, ta mbëm si që ka astrologjia, si e shpegon. Kusha jep nuses. Edhe qëfar janë ato që jep nuses? O hajvanër. O maskarin, se më dhe vetë maskara e bëmë të gjë. Se do t'jesh hajvan në Shqipëri që të vesh pushtet. Po nuk që hajvan, nuk vetëm pushtet Shqipëri. Dalin në televizor dhe bëjmë peticione. Po si s'keni tur, por si nuk u vjen zorë. Si dilni para njerëz dhe unë u habitet. Kush jeni, mora, qa jeni? Qfar jeni, mora, jeni ca qyqarë, ca miranë. Si më mirë përsi për një diçka që nuk e ke ide. Ku vete, ku qënë moshke? Që të duhet, Allah? Që të hymë punë, që të hymë punë, dole unë të si do flasë, se do të të lëndisër. Por do të degenerojë, do të bëhe laqë. Qa fitove? Sepse unë ditë flasër, di se për që bëhet fjallër. Nuk flasë andralla unë. Kam hajvanu si juar. O hajvanër. Po ignorantër. Dhe në Malazezi, mes Malazezi, thot me xhublet. Po mortja do e në tërë. Ty haj mortja. Veshja të utave, tona, 5.000 vjetë para. Vjen Haris Gjuslave, thot të shemi. Pse sepse jeni ju. Jeni ju mallkimi këtij kombi. Jeni ju që futët vlehet në pushtet duke ditur 200 vjet histori të
kriminalëve vëllezër që na pushtruan, që na shkatërruan, na gruen nga brenda, dhe ju i mbani pushtetin në kulturën tonë. Jeni ju, ore. Jeni ju vëllezat. Jeni ju, po s'keni faj. Do vi ora.